Mirë se merr Elia. Mirë se të gjeta, Jola. Apo ndihesh mirë këtu, në shtëpinë time të re? Shumë mirë, është këndshëm, është ngrohtë. Shumë ngrohtë. Shumë mirë. Elia e Spirit Voice të njihnim dikur, unë të paktën ballafaqimin tim të parë me ty e kam pasur tek Spirit Voice, ka kaluar shumë kohë. Shumë. Dikur krahasoheshit edhe me Spice Girls-at e Shqipërisë, le të themi. Kemi qenë shumë të vogël. Ke qenë 16 vjeç, kam përshtypjen kur është krijuar Spirit Voice. 16 vjeç kam qenë. Në atë kohë studioje për pikturë tek... Për pikturë në liceun artistik. Po si erdhi kjo dëshira për pikturë, talenti? Unë mbaj mend në lice, atëherë kam patur 1 ose 2 vite mbi mua ka qenë Larisa, një nga vajzat e Spirit Voice, dhe unë isha fanse e Spirit Voice, dhe unë hyke brezi që kërceja në shtëpi me këngë të Spirit Voice. Dhe bëra atë që vajta dhe i thash pikërisht Larisës që do kisha shumë qejf të vija për një audicion. Larisa ishte vajza që sapo ishte larguar dhe unë këtë nuk e dija. Domethënë unë i kërkova asaj që të zija vendin e saj në fakt. Gafa e parë, pastaj ajo nuk e mbaj mend, atëherë tha unë nuk jam më pjesë dhe u interesova, vajta bëre një audicion në atë kohë në estradë, sot Teatri Metropolit. Dhe mbaj mend që ajo ka qenë hera që kam patur më shumë emocione në audicion, se kam patur më vonë shumë audicione për teatr, për kinema, po ajo ka qenë hera ku jam ndier më e pafuqishme. Domethënë këngët që kisha përgatitur në shtëpi, më duket sikur i këndoja shumë mirë atje më dridhej zëri dhe më dhanë mundësinë disa herë se e panë që kisha shumë emocione. Po mirë, po me pikturën je shkëputur tani? Fare jo, pikturën e vazhdoj, sa herë që kam momente relaksi në teatr, momente më të vakta profesionale, i rikthehem pikturës gjithmonë. E ke menduar ndonjëherë ta përfshirë galeritë tënde për shembull? Jo, nuk kam ambicie për t'i treguar të tjerëve çfarë ditë bëj, maksimum janë miqtë e mi kur vinë më vizitojnë që shikojnë pikturat, punët e mia. Nuk kam ambicie për këtë gjë. Kam thjesht pasion, dëshirë për veten time. Po besoj Pallati Mbretëror duhet të ketë shumë piktura bën. Ka. Të tuat? Ka edhe të mia, patjetër që ka. Domethënë, nuk guxoj të ekspozoj në sallat ku vinë miq të ftuar ose delegacione, po në ambiente private. Janë përgjithsisht pikturat e mia. Si është jetosh brenda një pallati mbretëror? Tani, Pallati Mbretëror... Unë kam këtë pallat, kam këtë timin. Edhe ke shumë bukur komplimente. Më pëlqen këtë gjëra shumë minimaliste. Tashti, ai është konceptuar kur është ndërtuar jo si pallat mbretëror, por ka qenë pallati, shtëpia e mamas së mbretit Zog. Pallati Mbretëror i kohës ka qenë Akademia Shkencave e sotme. Dhe kur thuhet ish Pallati Mbretëror është një terminologji e gabuar sepse nuk ka qenë Pallati Mbretëror ai, ka qenë thjesht shtëpia e nënës mbretit. Unë jam përpjekur kur kam hyrë në shtëpi që ta rikthej në origjinë, sepse më intereson shumë, jam shumë interesuar mbas interior design. Gjithashtu, s'po gjej termin, duhet të ketë një termin dekorimit, po jo vetëm dekorimit, sepse ka të bëjë që nga rashinimet e parketeve, kthimi në origjinë dhe çdo gjë. Ndoshta edhe vitet në Francë edhe pasioni im për të vizituar kështjellat e shtëpitë, hotelet partikulier të vjetra, më kanë bërë që të kem këtë fiksim, do ta quaja, për t'i kthyer gjërat në origjinalitet. Madje se po kaloj nga një bisedë tjetër kur shëtis një herë me mamin në rrugët e Tiranës që kanë vila, them o zot sikur të isha, nuk e di, 24 orë të merresha me restaurimin e gjithë vilave, t'i ktheja siç kanë qenë. Mirë do ishte. Nuk e di, kam një ditë shumë të madhe kur shoh se si shëmben edhe ndërtohen kështu gjigant të mbenj dhe shëmben vila shumë të bukura. Domethënë unë jam përpjekur që ta rikthej në stilin e kohës së vet. Patjetër ndërthurur edhe me gjëra, domethënë me mobilje të kohës, por që më shumë ta rikthej. Ke dhënë prekjen tënde femërore aty brenda sigurisht. Jo shumë fantazinë time se sa ti qëndroj skrupuloze origjinalitetin. Ndoshta po ta kisha patur vetë fantazinë time, mund të kisha shkuar në të tjera stile, por që nuk kam dashur që të bëj eksperimente sepse më duket diçka shumë e madhe për të futur. Shfaqja jote, 3 motret, i luan rolin e Irinës apo jo? Një karakter sa ke gjetur veten tek ky rol? Apo sa mirë je ndjer, le të themi, duke interpretuar Irinën? Nuk mund ta mohoj që ka qenë një volum pune shumë i madh, është punuar 3 orë shfaqje. 3 orë gjysmë shfaqje, është punuar pothuajse 4 muaj në prova intensive, çdo ditë, edhe të dielave, jo çdo ditë, po përgjithsisht para dite mas dite prova, domethënë jemi përkushtuar që të gjithë vetëm këtij projekti.
unë po e marrë që në fillim, momenti që e kam lexuar pjesën, unë e kam gjetur veten më shumë tek roli i Irinës, edhe te një rol tjetër, por ke Irina më shumë dhe i kam thënë cili tjetër? Natasha. Dhe i kam thënë që e luan Olta Gixhari dhe Ina Gjonçi. Po. Në leximin e parë, është me dublant. Dhe mbasi e kam lexuar, i kam thënë Ervinit cili do rol do ishte një dhuratë shumë e bukur sepse është Çehov, është një nga kryeveprat e tij, por nëse unë mund të shpreh dëshirat e mia, ky është primar si rol. Po pse? Sepse ndoshta edhe nga mosha është një rol që afrohet më shumë, të paktën duke ditur edhe kë kisha afër si kolege, edhe për transformimin që mëson në roli. Domethënë është një rol që fillon fëmijë dhe përfundon e lodhur nga jeta, përfundon pothuajse psikologjikisht e plakur. Domethënë është një sfidë shumë e madhe për aktorin që t'i kaloj të gjitha moshat, nga naiviteti dhe ndërrimtarja te një njerëz që janë anshuar të gjitha ëndrat edhe është dorëzuar. Domethënë akti i katërt përfundon në një vajzë që nuk ka më iluzione as për jetën e vet, as për të ardhmen, as për asgjë. Ashtu siç thash edhe pak më përpara, personazhi jot kalonte pra edhe siç ti the, personazhi jot kalonte nëpër disa etapa, le të themi. A të ka ndodhur dhe ty t'i kalosh këto etapa, sikur qofte edhe për pak momente në jetën tënde, të ka ndodhur të gjesh? Unë kam përshtypjen se me moshë, normalisht që njeriu kur është i vogël, kur është i ri, thur shumë ëndra, edhe është fat kur ndonjëra prej tyre realizohet, se në jetë nuk mund të realizohen gjithë ëndrat që ne kemi. Për shembull, unë jam natyrë luftarake, unë kam dashur siç ka dashur Irina të shkoj në Moskë, po që mbeti një ëndër, unë ëndrën time për të patur një eksperiencë jetësore në Paris e kam bërë me mundin tim dhe me shumë punë, dhe me shumë këmbgulje, dhe ndoshta kundër dëshirave të prindërve të babit që thoshte ku do shkosh. Po pse erdhe prapë në Shqipëri? Po mirë tash. Sepse e kryva ciklin, domethënë ajo që duhet mësoja të përjetoja, ajo asgjë nuk vjen kot në jetë, po që patjetër që dhe unë kam patur momentet e mia të ndërrimtare, për shembull dëshira për të bërë një aktore e madhe, për të shkuar ndoshta në Amerikë një ditë, për të luajtur në filma në Hollywood. Mendoj që çdo njeri që e do këtë profesion, ajo është shkëndija. Nuk i kam më, domethënë edhe unë kam kaluar metamorfozat e mia dhe kam arritur në pikën që kam thënë, okay, ndoshta kjo gjë nuk do realizohet kurrë, po unë do të vazhdoj të jetoj dhe të bëj aq sa mundem në teatr në Francë apo në Shqipëri, apo domethënë dhe patjetër që unë kam patur momentet e mia të forta ku më është dashur të heq dorë nga kjo ëndër dhe ta lë jetën të vazhdoj edhe pa këtë, se nuk është fundi i botës. Ke pendesa? Jo, fare, sepse unë kam luftuar për çdo gjë që kam arritur deri sot dhe unë kaq fat kam patur dhe mendoj që jam shumë e privilegjuar dhe i them Zotit faleminderit për çdo gjë që më ka dhënë, duke filluar që nga jeta personale, prindrit, profesioni, domethënë unë jam njëri që kam punu fort, po edhe kam patur satisfaksione shumë të mëdha. Elian tregojnë që kur more vendimin e rëndësishëm të jetës tënde, le të themi, sepse vjen një moment që ti duhet marrësh drejtimin nga ana profesionale. Si e vendosi që të vazhdoje me pjesën e aktrimit, ta patë ndonjë ndryshim? Lufta parë ka qenë për të hyrë në lice edhe për të vazhduar pikturën, sepse unë kam qenë një nxënëse absolute e 10-s. Domethënë unë hyja në provim për të bërë minus 10 në 10. Matematike, fizike, dhe lufta më e madhe e para ka qenë me babain tim që thoshte duhet vazhdosh mjekësi, duhet vazhdosh ekonomik, dhe këtë tjera. Ne ram në atë Grack. Unë doja patjetër që t'isha te artet dhe mendoja gjithmonë në funksion të teatrit. Edhe pikturën e kam parë në funksion të teatrit. Paçka se gjatë viteve të studimeve më ka hyrë shumë zemër dhe kam patur luhatit e mia që mund të kaloja dhe nga kostumografia, skenografia. Para se të largohesh nga Shqipëria, kam bërë filmin Lulet Kuqe, Lulet Zeza, që ka qenë filmi im i parë, më dha menjëherë në vit 4 të liceut, s'kisha bërë asnjë vit për dramë. Ishte sukses për kohën dhe ishte fillimi i ëndrrës time dhe unë aty mora vendimin e jetës, mendoj, sepse nuk e di Zoti ma dha këtë pjekuri dhe këtë pikpyetje të madhe që nëse unë do vazhdoj teatrin këtu dhe filmin këtu, a do ta meritoj në një ditë apo do ma japen sepse jam vajza ju kam mujës. Dhe unë me natyrën që kam, me edukatën që unë kam, nga vetja ime, nga ndërgjegja ime, mua më është dashur të provoj vetes time që unë bëhem aty ku nuk më njeh asnjëri, sepse do ishte shumë e trishtueshme që t'ja japësh jetën një profesioni dhe t'investosh energji dikun që se nuk je për atë punë. Në realitetin ton ka shumë njerëz që e bëjnë dhe neve themi po ç'pun ka këtu, çfarë bën këtu, pse këtu, për zanate të ndryshme. Unë nuk do doja të isha një rast i tillë, domethënë them që një jetë kam dhe duhet të jem në vendin e duhur për të kryer misionin tim.
Dhe ja kam provu vetes me shumë punë këtë gjë. Dhe kam ardhur, jam kthyer e qetë të paktën nga kjo. Nuk do t'i them kur njeriu faleminderit përveç genit që është e trashëguar. Mirë, dalim edhe pak ke jeta jote e përditshme. Ti bashkë me princin keni? Po bëjmë 8 vjetë, të më thënë e minjorë në 2008-ën. 2 vite ka qenë në distancë, sepse unë vazhdoja studimet. Të më thënë kemi afro 6 vite bashkëjetesë. Po, keni dhe 8 klysh, mos gaboj. 9 tani më? 9 tani më. 9 tani më. Jepni shumë dashuri si fund. është marrëdhënia juaj. Ti ke gjetur vetëm 4 kam përshtypjen? Unë kam gjetur 5, 3 për cilëve i kemi humbur me vitesation të vjetër, edhe i kemi shtuar pastaj. Unë e di që ndoshta të bezdis kjo pyetja, po Më thë. se kam dëgjuar edhe në intervista tjera, për shembull që të pyesin kur do ndodhi martesa, kur do vi kjo pjesa. Tani, martesa për... Unë s'po të pyes për martesa, Jo. unë po të pyes kur do e shtoni familjen. Ato janë punë të Zotit. Po që patjetër që në statusin që ka Princ Leka duhet që kjo gjë të ketë martesë përpara se të mendojnë për të shtuar familjen dhe që martesa në këtë rast paktën siç unë e mendoj dhe ai siç e mendon, në rastin tonë është më shumë për të tjerë se sa për ne dy, se ne të dy jemi shumë të qetë edhe pa ditën edhe fustanin e bardhë. Do të thënë unë nuk hyke femrat që kanë ndërruar fustanin e bardhë. Po që kjo do bëhet në kohën e dur, është diçka që i takon anës organizimit, protokollit dhe gjërave që një ditë ne duhet ulemi dhe themi, ok, fillojmë. Domethënë është sikur po organizon diçka. Dhe së fundmi, çfarë do rezervoj 2016 për ty? Tani unë nuk e di se nuk të shoh as Në horoskop. shfaqjet e tjera do të të gjej? Sepse ti kishe bërë 2 vite pushim, kam përshtypjen Po, nga një vit e teatri. gjysmë pushim, po nuk e di, ndoshta deri në fund të këtij sezoni, nuk e di shfaqjet që do jenë, nuk e di, do bëhen audicione, do ta gjej, nuk do ta gjej veten, domethënë Ja lëm kohës. Ja lëm kohës. Elia, shumë faleminderit që të kam patur. Faleminderit edhe ty për pyetjet.